Ndërkohë, shikues të nderuar, në intervistën e dytë për kandidatët për zgjedhje lokale, kemi kandidatin e Vlenit për komunën e Likovës, zotrin Elxhebetin Sadiku. Zotri Sadiku, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsa. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Përshëndetje për teleshiqyuesit tuaj, posaçërisht për teleshiqyuesit e banorëve të fshatrave të komunës së Likovës. Zotri Sadiku, ndër temat aktuale është çështja e deponive në komunën të Likovës, me mbylljen e deponisë në Nikushtak. Si do të zgjidhet ky problem me të cilit përballet komuna e Likovës? E vërtet është që komuna e Likovës ndër vite ka pas probleme me deponi, sidomos me deponi të egra që janë të koncentruara gati në çdo fshat. Byles në disa vende edhe e ka dhe më tepër. Por deponia kryesore që ka qenë, e cila ka qenë brenge komunës në përgjithësi, posaçërisht të fshatit Nikushtak dhe fshatrave përreth, tani më ne treguam vullnetin e mirë edhe si qeveri Vlen dhe ndërmorëm mosat për mbylljen e kësaj deponie, ku kemi bën një shërbim të madh për banorët e fshatrave përreth, sepse kanë pas dëme të mëdha, jo vetëm në aspektin shëndetësor, në aspektin e mjedisit, po ashtu kanë pas edhe dëme nga qenë të ndacak të cilët, sipas fjalëve të banorëve, kanë shkaktuar edhe dëme bujqësore. Normalisht që në të ardhmen do të marrim edhe mosa të tjera, t'i vëmë nën kontroll të gjitha deponit e egra në kuadër të komunës së Likovës dhe ta zgjidhim një herë për gjithmonë këtë problem jashtëzakonisht të ndjeshëm. Çfarë masash do të ndërmerrni ju si kryetar i ardhshëm i mundshëm për Likovën? Po, fillimisht do ta skenojmë situatën, se edhe ashtu e dim. Pastaj në platformën tonë politike kemi para pa dhe hapat konkrete. Në pranverën e ardhshme pritet që përfundoj deponia regionale, ku pastaj do ta kemi më lehtë menaxhimin me betoninat. Por ata aktuale duhet ndërmarrim së bashku me banorët e çdo fshati, t'i vëmë nën kontroll dhe të mos shkaktojmë dëme të mëtutjeshme. Zotri Sadiku, cilat janë projektet më urgjente të infrastrukturës që planifikoni gjatë mandatit tuaj? Cili projekt konkret do ta përfundoni që në vitin e parë? Sipas banorëve të fshatit, të fshatrave, të gjithë fshatrat kanë problemin aktual, edhe e kemi potencuar gjatë fushatës sot, problemi me ujë të pishëm. Ajo do të jetë brenga jonë kryesore, pastaj e dyta me radhë do të jetë zhvillimi ose investimet në infrastrukturë, sidomos në ato lagje dhe vendbanime ku nuk është investuar për shkak të bindjeve politike të shumë banorëve. Ne aty nuk do të bëjmë dallime, do t'i përfundojmë të gjitha këta. Por ashtu edhe siguria rrugore, duke vu edhe ndriçim të parapar vetëm me programin ton, ku do t'i ndriçojmë rrugët me poçe LED, sidomos në rrugët kryesore dhe në urat për shkak të sigurisë. Zotri Sadiku, mbi Likovë ka dy penda, nga e cila furnizon me ujë të pishëm banorët e Kumanovës, por jo edhe të Likovës. Si do të zgjidhni këtë problem me furnizimin me ujë të pishëm për banorët e Likovës? Ne do ta bëjmë një skenim të situatës se si është një situatë e mirë, për arsye se edhe për skaj proklamimit të qeverisë aktuale lokale, ne i kemi informacionet e sakta nga tereni se edhe ata të cilët janë kyç në sistem nuk kanë ujë të pishëm. Pra, ky është një problem i kahmotshëm, nuk është ujë luks, po është nevojë e qytetarëve. Ne do të ndërmarrim me një herë mosa urgjente, sidomos kyçjen e shkollave, sidomos në atë që kemi potencu në vendbanimet ku ende pijet ujë i dëmshëm për shëndetin e fëmijëve, siç është rasti në shkollën e Llojanit, në shkollën e Slupçanit, edhe në të gjitha institucionet tjera, po ashtu edhe në Çerdhe. Ky do të jetë prioriteti jonë i parë. Zotri Sadiku, përmendet edhe ju Llojanin, ditë më parë akuzuat kundër kandidatin tuaj se nxënësit në Llojan pinë ujë jo cilësor. Nëse ju fitoni, nëse ju ulini në karrigen e kryetarit të komunës, si do të zgjidhni këtë problem? E tham, ajo do të jetë prioriteti jonë i parë, sepse keni konkret plan? Po, sigurisht e kemi planin konkret të kyçjes shkollave në mënyrë urgjente. Uji në Llojan e kemi vërtetuar me analiza
të dala nga institute relevante, se edhe aty e kanë kontestu, ne kemi thonë hapur, gjene para një institucion tjetër relevant, edhe konstatone ju të njëjtën. Ata ende nuk kanë dalë me përgjigje konkrete. Nxënësit e Llojanit dhe banorët e Llojanit, po ashtu edhe të Vaksincës, një pjesë ende pinë ujë 5 fish më shumë me përbërje të arseni se sa është e lejuara. Faktikisht pinë ujë të mehelë. Zoti Sadiku, a ke ndonjë plan në programin tuaj për të tërhequr investime të huaja dhe si do të ndihmoni zhvillimin e bizneseve të vogla apo bujqësisë lokale në Komunën e Likovës? Ju them të drejtën, pengesa kryesore e deri tanishme, sepse në Komunën e Likovës deri tani asnjë euro nuk është investuar nga bizneset e huaja. Për shkak mungesës së planit urbanistik dhe planit të detajuar. Ne, si qeveri Vlen dhe si qeveri lokale, me njëherë pas marrjes së mandatit, do të sjellim planin urbanistik general në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit, veç më kemi kontakte, ditën e mërkur i takojmë, që do të jetë gjëja kryesore për komunën që jap mundësi pastaj edhe regjistrimit të bizneseve të huaja, se ishte pengesa kryesore në gjë të tillë. Ne sot kemi pas në komunën tonë vizitë të biznesmenëve nga Turqia, të cilët kanë ardhur dhe kanë pa se ka mundësi të investohet dhe kanë premtuar që më njëherë pas marrjes së mandatit ata do të vinë dhe do të kenë oferta konkrete për bizneset e tyre. Zoti Sadiku, me profesion jeni profesor, si planifikoni të përmirësoni cilësinë e shkollave në Komunën e Likovës? Kjo është njëra ndër temat kryesore të cilat unë do t'i trajtoj po edhe si vlen në kuadër të programit son. Ne të gjithë e dimë se arsimi ka rënë në cilësi, sidomos gjatë periudhës kur këta janë në pushtet, duke menaxhuar këtë shkollat, duke vu menaxher të cilët shumica prej tyre dhe kanë qenë të palicencuar dhe me keqpërdorime të mëdha në kuadër të procesit mësimor. Gjëja e parë që duhet ta bëjmë departizimin dhe depolitizimin e shkollave, duhet të investojmë në inventar modern, sidomos në digitalizimin, vendosjen e tabelave smart, ngritjen e cilësisë, organizimin e garave të ndryshme për nxënës, dhënien e bursave dhe ndihmën për nxënës të cilët tregojnë rezultate të shkëlqyeshme. Si mendoni ta bëni depolitizimin e shkollave? Po, e para, depolitizimi i shkollave duhet bëhet duke përzgjedhur menaxherin ose drejtorin e shkollës në bazë të meritokracisë ose në bazë të asaj që një mësimdhënës një drejtor duhet të plotësojë të gjitha kushtet të parapara sipas ligjit dhe duke marrë parasysh edhe të kaluarën e tij në profesionin që e ka ushtruar deri atëherë, me qëllim që ta përmirësojmë gjendjen në arsim. Kjo është katastrofale për momentin. Kur jemi tek arsimi, zotëri Sadiku, Likova pothuajse është ndër komunat që ka më së shumti nxënës të shpërngulur. Shumë klase janë boshe. Cili është plani juaj si kandidat për t'i dhënë fund këtij fenomeni? E para, në rast se ne arrim të përmirësojmë kushtet elementare jetësore për t'i mundësuar ardhjen e bizneseve të ndryshme për investime, ne me një formë në këtë mënyrë investojmë drejt për drejt edhe për talmën e familjeve të cilët dëshirojnë të ngelin këtu dhe e shohin perspektiven në vendin tonë. Po, si fenomen, për shkak se Komuna e Likovës nuk është vetëm viti fundit problematik, për shkak se shohim ndër vite, çdo vite më shumë ka më pak nxënës Komuna e Likovës. E vërteta është. Pra ju si kandidati i partisë në pushtet, keni ndonjë plan, keni ndonjë konkretisht se çfarë do të ndërmerrni në këtë drejtim? Ju thash nuk ka plane të cilët sjellin mrekulli. Vetëm me punë të ndeshme dhe me transparencë të plotë, me marrje të punëve, me seriozitetin e plotë dhe dhënjes së shpresës së banorëve, unë mendoj që ai plan mund të funksionojë dhe ka shumë prej familjeve të cilët nuk janë larguar si rezultat i mospasjes së mirëqenies. Janë larguar si rezultat i politikave të gabuara ndër vite. Këta e dim të gjithë. Ka pas situata aty që gjithmonë Komuna e Likovës e dal nga lufta në vend që të shpërblehet kushtimisht, po themi, nga të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, aty nuk është bërë investim.
Përkundrazi është mbajtur her pas here në tension, është mbajtur ende kemi aty banorë të cilët vuajnë dënime nga viti 2015, kemi rastin e vdekjes nga rasti i montuar Alfa, i cili vdeqe dhe në burg. Do thonë të gjithë ato kanë qenë si rezultati politikës së keqe dhe mesazhet janë përcjellë në komunë për pasigurinë që e kanë pas gjatë ndër vite. Zoti Sadiku, ka që kishim kohë për në fund, a do t'i kysh një qytetarët në vendimarrje? Sigurisht, në qendër të programës tonë janë qytetarët. Zoti Sadiku, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për mundësinë.